Si të përdorni aerosolin dozues, i njohur gjithashtu si spray dozues, me një pajisje për inhalim. Tuni aerosolin dozues para se ta përdorni. Hiqni kapakun për të zbuluar gojën e inhalatorit. Futni aerosolin dozues në dhomën e inhalimit. Një gomë e butë e lejon atë të përshtatet. Hiqni kapakun e dhomës së inhalimit. Përgatituni për të inhaluar. Duke qëndruar drejt dhe duke mbajtur aerosolin dozues në pozita vertikale përpara jush, me gishtin gati për të shtypur pjesën metalike. Kur të shtypni pjesën metalike, do të lirohet doza në dhomë dhe do të mbetet në ajër për disa sekonda. Pjesa metalike e pajisjes duhet të jetë e vendosur lart. Shkarkoni ngadalë dhe plotësisht mushkërit jashtë dhomës së inhalimit. Vendosni gojën e dhomës në gojë dhe mbyllni buzët rreth saj. Shtypni pjesën metalike për të liruar dozën në dhomë. Inhaloni menjëherë ilaçin duke e bërë ngadalë dhe thellë. Përpiquni të mbani frymën për 10 sekonda nëse është e mundur. Nëse nuk arrini ta mbani frymën, mund të merrni frymë 3 deri në 5 herë në dhomën e inhalimit. Nxirrni frymën ngadalë nga aparati. Dhe vazhdoni të merrni frymë normalisht. Aerosoli është një pajisje për inhalimin e ilaçit. Në avull. Mund të ndodhë që të mos ndjeni avullin gjatë inhalimit, edhe nëse e përdorni inhalatorin siç duhet.